Jo, unë për telefoni jam bëndu shumë, për e shëndet, pas. Po, për shka po më përkon pojnë? Ma mërë shto kushe mund me gabu ka një herë. Po nësë i dyti gabimi njëtë, atë të gabimi vërtet. Ok, lirim një koment shkurt mas këtij dënimit që e tha gjykatësi, do më thonë 2300 euro dhe s'tash me vendos masën e paraburgimit. Po, e para mirë që u dënu, do më thonë njerëz duhet me e kuptu që për komentet që i bojnë në Facebook, tu i kërcnu, jo tu i fyr, se fyrja nuk është e dënueshme, nuk ka vepër penale, po kërcnime, siguros vëz efekt për shembull, jo ekzekutim me djegje kështu, dënohen. Edhe kjo është mirë. Si paramenoj ky rasti konkret, ky i dënumi tash, kur e dëgjon kryeministrin e Kosovës tu i quajë gazetar të Serbisë, kur e dëgjon ministrin e Mbrëmshëm Xhelal Sveslen tu i gënjy publikisht në gazetar ka tokë Verim Radojqiqin, e nuk një kur farë nevoje me dokumentue, dhe që është të vërtet. Kur e dëgjon burrin e presidentës tu i quajë gazetar ndërmarrje për bashkë kriminale, kur e dëgjon Fatën Pecin tu i bo ofendimet, fyrjet, kërcënimet ma brutale, tu u shprej komplet edhe primitiv komjonjek deri në fund tjetës. Atër ky, me shkollë mesatar që është ta, i thot vetit e pse dhe unë jo. Amo qa nuk e din këta, është që ata kanë mekanizma mbrojtës për vete, e këta nuk i kanë të tillë, edhe veç bëhen mas një viktima, se me siguri që shta që e ka gjendje financiare, nuk ka me qenë as për të e letë, mas parë mi bo shpenzimet me alë për atje, ku po jetoj ke jashtë, vitin 2021 ke shku, interesanta. Mas në jena nuk është shumë e vogël 2300 euro. E për qëta arsye, se në fakt në ke pyetëri, unë e di që ta janë vishë mjeti me cilin për cilët edhe janë fondor. Të vërteti që nacionalt, edhe që me thonë pa u luftu ata e pa u shëru ata, normalisht edhe këta kanë me vazhdu.